Prokuroria për krime të rënda zbardh detajet e operacionit policor të koduar me emrin rreth rrotullimi, ku arrestuan 3 gjovënësit nga Lushnja. Sipas prokurorisë Elis Tallau, Lorenz Bilani dhe Elis Bilimani, të tre shok mes tyre kanë ideuar dhe organizuar gjovënjen ndaj biznesmenit të mishit në Lushnje, Joçuko. Fillimisht sipas akuzës, 3 të rinjt i kanë shkruar një letër me kompjuter biznesmenit të Sallameris në Lushnje, duke i kërkuar të paguante shumën për 100 milion lekëve të vjetra në formë gjobe. Këtë pagesë, sipas letrës, biznesmeni do ta dorëzonte në 3 këste. Një javë pas letrës kërcënuese, të rinj duke parë injorimin që i kishte bërë biznesmeni lushnjar, janë ndjerë të fyer dhe me anë të njërit prej aparateve celular që ata kishin në përdorim, kanë komunikuar me biznesmenin, duke i kërkuar të paguante 27 milion lekë të vjetra si fillim, në të kundërtën do t'i vrisnin familjen. I ndodhur në këto kushte, lushnjari Joçuko është drejtuar policisë, ku ka denoncuar gjovënësit. Në momentin që të rinjt janë paraqitur në rreth rrotullimin e qendrës së Lushnjës për të tërhequr çantën me lekë, ata janë arrestuar nga policia.